Armiq, do të flasim për ato që po ndodh në Hag, për gjyqin. Prokuroria ka kërkuar sot 180 vite burg për Hashim Thaçin, Recep Selimin, Kadri Veselin dhe Jakub Krasniqin në procesin që po vazhdon me prokurorin, ndërkohë që pritet dhe fjala e fundit e të akuzuarve. Por si është pritur kjo kërkesë në Kosovë? Do të flasim me zotin Zi Gucati nga OVL-UÇK. Zoti Gucati, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje për juve dhe gjithë qytetarët e Shqipërisë, përshëndetje edhe gjithë teleshikuesit e juve. Po është e vërtet sot ato që kërkoi prokuroria është çesharake dhe prokuroria me sa duket sot i ka kënaq elitën politike të Serbisë, më të them serbët apo forcat paramilitare çetnike serbe i ka kënaq me këtë që kërkoi 180 vite burg apo 45 vite për një njeri, për një person, po i ka kënaq edhe disa shqifolca të cilët e kanë trupin Kosovë dhe kokën Serbi, do të thotë disa shpiuna apo bashkëpunëtorë të Serbisë sot i ka kënaqur prokuroria me këtë çka kërkoi, po unë këtu nuk do të besoj fare se prokuroria kita gjetë ka dhe prokuroria tenton apo edhe ka dëshirë ta fitoj si rast dhe të mburrë se thotë që ne kemi zbulu ujë të nxehtë. Me ta mërmene që ke prokuroria ka zbulu ujë të nxehtë. Kështu që unë s'besoj fare në këtë çka thot prokuroria, fjalën për dorë do ta ketë gjyqtar. Dhe unë i lutem i Zotit që kjo gjykatë mos jetë gjykatë politike, por jetë tamam gjykatë që ndon drejtsinë. Më shumë se kam dëgjuar dhe mjaft analiza tani në media që janë dënuar, po kërkohet të dënohet Thaçi me shok sesa ata që bënte gjenocidin në Bosnjë, serbët. Po është e vërtet, në kohën e Miloševićit, kur ishte Miloševići në Hag, ju e dini Miloševići ka bërë 4 luftra në Ballkan. Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe në Kosovë së fundit. Gjatë kohës e Miloševićit në gjykatën speciale ishin 60 shqiptarë dëshmitarë. Tash i kemi afër 200 shqiptarë dëshmitarë në Hag kundër ushtrisë së Kosovës dhe kundër krerëve të UÇK-s. Për këtë arsye thash se sot prokuroria i kënaqi këta zemrat e tyre dhe i kënaqi, kuptohet, forcat çetnike paramilitare serbe edhe vet politikën serbe. I kënaqi edhe shtetin serbe kënaqi duke kërkuar këtë dënim drastik. Kështu që unë nuk do të besoj, nuk do të besoj, po nëse ka Zot, atëherë Zoti do ta pështoj. A shikoni një ndryshim te prokuroria, sepse fillimisht në seancat më përpara foli për zinxhir komandues e tjera, tani thot për veprime individuale. Po ky është ndryshimi i madh i prokurorisë, fjala tyre nuk ka pesh, si thojmë, nuk vjen me një vend. Herë thot zinxhir komandues, tash thot po dënon mënyrë individuale. Tu kjo mundohet me buke njështra, apo me rajt, buk faljesh, po të thomë, si stojmë një Kosovarët me rajt, ta po mundohet me genjy, duke mundu që popli t'i qëtë hysyve, që t'arsytohet, që gjo edhe për të nëjna, kërëve të qëmës, po edhe për të nëjna individit, mundohet në dy aspekte, kështu që ne e dim që kjo gjykatë është kundër ushtrisë ndarë të Kosovës, kundër krerëve të UÇK-s. Atëherë këta kanë qenë ishte themeluesit e ushtrisë ndarë të Kosovës, udhëheqësit e luftës dhe udhëheqësit e paqes, po edhe vetë që shfallën pavarësinë. Pra për themeluesit, gjykata, prokuroria thotë që shtabi nuk ka lidhje me këtë, nuk po e përfshim shtabin këtu. Po këta veten anëtarë të shtabit. E çysh nuk po përfshihet shtabi kur veten anëtarë të shtabit. Su kur unë jam të shtëpisë time. Atëherë e mund po më dënon, po përfshin mua dhe thotë nuk është justia i zotit shtëpisë. Çysh është kjo? Po të them sinqerisht, kjo prokurori është për neve e papranueshme çdo sen. Kjo ka punuar me dëshmitar që ka fabrikuar vet, me njerëz që i kanë trajnuar. Kështu që kjo gjykatë më shumë mollin një gjykatë që nuk don drejtësi fare. Kjo emri nuk ka drejtësi, por nuk ka duke ndarë drejtësi. Edhe ne po them, inshallah nuk është gjykatë politike si në kohën e Jugosllavisë. Kjo gjykatë më shumë mollin si në kohën e Jugosllavisë. Kohën e Jugosllavisë, ne që kemi jetuar këtu dhe kemi punuar vepru Kosovë, dim kush ka qenë Jugosllavia, që ka bërë me qindra vite burg shqiptare politikisht. Edhe vetë në kohën e Serbisë, në kohën e Miloševićit, me qindra shqiptar janë dënuar politikisht vetë pse ishim shqiptar. Inshallah këto nuk e bën kjo gjykatë. Ne këto kërkojmë dhe inshallah sot gjykatë politike. Edhe tek dëshmitarët dyshime të mëdha si për integritetin e tyre, ata që kanë deklaruar në proces, ata që ishin të fshehur, një pjesë shumica që u tërhoqën, pra edhe këtu ku mbështeten kryesisht prokuroria ka mjaft të paqartësi. Kjo prokurori ka me dyshu gjithkund ka vejtjet e kjo prokurori, gjithkund ka me dyshimet. Ka punu me dëshmitar ku thot më ka prej Viçi, Moli, Lopa, besoj e keni ndjek një dëshmitar ku thot nuk di me thonë kostume, po thot të na si dojnë komplete, nuk di kanë gjelozu dhe ta shënfaqi edhe të tjerët, pse unë kom veç e por kostume të mira, çfarë mentaliteti i atij dëshmitarit, me çka është mirë kjo prokurori. Është turpi i drejtësisë nëse prokuroria në Evropë merret me kështu.
Dhe unë besoj si gjyqtarët do të jenë njanshëm, nuk të mbajnë as prokurisë as kujt, po vetëm drejtsinë dhe ata do ta qesin. Unë besoj se ka mesi mojt, funi mojt, drejtësia do të fjalën e vetë edhe verdiktin gjithmonë favorin ton, favorin e pjesës apo ish-kreve të UÇK-s. Ju bëri përshtypje fakti që prokuroria u mundua ta minimizoj edhe ta heq vëmendjen nga deklaratat e dëshmitarëve. Pra u esti klar. Pse i quajti që nuk dinin gjuhën, nuk kishin informacion të mjaftueshëm, që ndruan pa në Kosovë, kishin kontakte të pakta, po flasin për njerëzit që vendosën ato. Po këtu kjo prokuroria tregon se është naive shumë edhe është anti UÇK dhe anti shqiptarësh kjo prokurori. Se mas porim la përshtypje kur thotë nuk kanë bashkëpunuar forcat e NATO-s me UÇK-n. Po klar që kush ishte me rrëvëlla? Po klar që ishte një amerikan, një komandant i superfuqie botërore NATO-s. Gjem Lubini kush ishte? Ishte një diplomat amerikan. E tjerë mëse përmeni me emna, ata bashkëpunuar me ne, me UÇK-n. Edhe në atë kohë UÇK-ja ishte kriminale. E tash për këtë prokurori, UÇK-ja është organizat kriminal që është e papranueshme. Edhe këtu më duke prokurori të jek vëmendjen edhe nga kjo pjesë, që u po që kjo prokurori duke gënyer, duke punuar me ato dokumente që ka marrë për Serbia, të falsifikume, të fabrikume nga njerëz të ndryshëm. Kështu që unë prapë po them gjyqtarët dhe zoti që punojnë drejt. Në vazhdim kemi dhe protestën që është njoftuar në 17 shkurt, por ndoshta çfarë do ndodh në rast larg qoftë një dënimi, por edhe përshtuar më shumë presionin që mos vinte deri këtu, duhet ishte bërë më shumë, ndoshta edhe nga qeverit, nga Tirana, Prishtina. Faleminderit për këtë pyetje, po unë ju kisha thirrë gjithë qytetarët e Kosovës, po ju, gjithë qytetarët shqiptar ku jetojnë, Shqipëri, Maqedoni, Preshevë, Medveç, Malzi. Në fakt, që me stop në shkurt bashkangjitjen e protestën që do të bëhet në sheshin Skënderbeu në orat 14. Ne si organizat nuk kemi ne organizim, ne jemi në qytetin e kësaj proteste. Organizimin e ka marrë Liria Koamen, platforma Liria Koamen, që ne jemi në qytetin e tyre dhe do të mbështesim deri në fund. Dhe është mirë me dalë me protestu, po unë nuk besoj si ndërkombëtarët apo kjo gjykat ka dëshirë të destabilizoj vendin tonë, Kosovën apo edhe regionin. Larg asaj që sa ti më herët dënimi shohas ndodh, po nëse ndodh dënimi, unë besoj do të jetë një fatalitet i madh edhe për ne, sa ato nuk po dënohet individi, nuk po dënohet as në faqe as Baciakup, po dënohet shteti i Kosovës dhe po dënohet UÇK-ja. Edhe diçka të fundit kam, e besoni edhe ju atë që ka thënë Ali Ahmeti, mos gaboj më përpara që nëse ka një rast një dënim, mund të kemi destabilizim Ballkan. Shumë saktë, besoj në ato. Duhem me besu fuqishëm, jo që mos merret si kërcënim, larg asajna, po merret si një sugjerim për gjykatën speciale, të merr parasysh për gjendjen çfarë është Kosova, çfarë Ballkani, Ballkani është një votër shumë e rrezikshme që ju e dini vetë, ne jetojmë në Ballkan, ku shohim që Serbia për ditë afrokon, Serbia për ditë ngacmon, dhe kështu duhet me marr parasysh se shqiptarët më nuk do të rrinë duar kryq boll, kemi prit me qindra vjet në thundrën e ujit. Ka kohë edhe momenti që edhe ne dim veprojmë dhe punojmë. Kështu që unë fuqishme pse Ali Ahmeti po atë tjerë që kanë thonë, unë thashë një të vjen pak më herët, ne nuk duhet vetëm protestojmë. Pak duhet të tregojmë aktivitet, më në përmes se qeverit punojnë më shumë. Që bujmë presion qeverive tona. Kam punu qeverit, po të punë. Unë e di që e Roma ka punu shumë ka punu qeveria Shqipërisë, pa mos ka punu, është mundu edhe në Këshillin e Evropës, edhe në Amerikë, edhe gjithkund ka diskutuar çështën e gjykatës speciale me Konkanet. Po ende duhet punu të gjithë. Bashkarisht punojmë për të qetë drejtsinë me. Lutem edhe diçka, në fundit keni shpresë e besim që Trumpi me një lëvizje nga ato që ditë bëja ai mund të ta zgjidhte punë? Nëse po më cilën herë? Po Trump, keni besim që në fundit me lëvizjet e paparashikueshme që ditë bëja ai mund të ta zgjidhte problem? Po, mos po duhet besoj te Zoti, se besoj në Zot shumë, jam fetar, edhe duhet besoj te Trumpi edhe te politika e Trumpit, se Trumpi ka thonë një njeri i çmendur si Jack Smithi që kanë ngritur një aktakus dhe mendon që lumë me jetat e njerëzve Jack Smithi. Dhe kështu që duhet besoj te Trumpi me një lëvizje ti, besoj se do të bëhet mirë dhe ne do të shojmë si shqiptar apo si UÇK, gjithmonë si Lieri Dashi na kom për këtë vend që kemi këtu. Kemi pasë të drejtën e Zotit që kemi pasë, që të ftojmë për vendin tonë, për kombin tonë, të kemi për fëmijën tonë, që ne të kemi njeri, të kemi pavarësi dhe të kemi të drejtat tona të barabarta me gjitha kombet në Evropë. Zoti Kusati, unë të falenderoj shumë. Me respekt, falenderoj ju shumë,
Gjitha media shqiptare me respektin më të madh kanë derën e hapur në organizatat veterane çdo kohë, çdo orë që të vini edhe të na thirrni në telefon pa rezervë, për me sinqeritet më të madh. Dëshira ime është që me 17 shkurt të jetë numri sa më i madh i qytetarëve në Prishtinë. Faleminderit. Faleminderit ju.